Aty përshëndetin ai më trego ku është saktësisht dhe çfarë është problemi. Dhe gjithë shikuesët e televizionit kanali 10. Ne gjendemi në fshatin Gremnik të komunës së Klinës, ku banorët kanë faktikisht Keci ka vendosur shtyllat e reja të betonit për t'i larguar nga kablët elektrike nga shtyllat e vjetra për t'i vendosur tek të rejat, por tash një vit ka mbetur në këtë gjendje ku ende nuk është bërë asnjë intervenim nga ana e Kecit për t'i zhvendosur nga shtyllat e drurit në ato të betonit kablët elektrike. Ku kjo sipas banorëve po shkakton edhe rrezik pasi që shtyllat e drurit janë të vjetruara dhe mund të rrëzohen në tokë. Por më shumë rreth këtyre probleme se që sa kohë dhe cilat kanë qenë kërkesat e tyre ndaj drejtuar Kecës, na flet banori Hasim Rudi. Përshëndetje nderuar. Përshëndetje. Po. Mirë, faleminderit për kohën. Na tregon se që sa kohë janë në këtë gjendje. Përshëndetje, quhem Hasim Rudi, jam banor i fshatit Gremnik. Paraferësisht që një vjet i kanë nxit shtyllat e betonit, por rrjeti ka mbet pa u lidhur me shtyllat e betonit. Kjo është arsyeja. Arsyeja tjetër është që prej 2022-s fshati Gremnik ka qenë prioritet për rrymë elektrike. Mirë po, prej 2022-s, 2023-a, 2024-a edhe nuk kemi asë një prioritet të rrymë elektrike. Ekziston trafa e rrymës elektrike, e cila është për mbi shtëpiat janë fshat, që prej kur është shtrirë rrjeti elektrik para luftës, domethënë mas luftës 2 botënore, ka mbet ashtu. Domethënë 300 shtëpi fshati Gremnikit me një trafë të vjetër. Kjo është arsyeja. Tjetra, si të frynë erenat ose frymat, ne bëhemi gatshëm të thonë që ndalet rryma se s'ka rrymë fshati Gremnikit. Kjo është arsyeja. Kemi asistuar në qendrat kryesore për shpërndarjen e rrymës në Pej, kemi asistuar edhe në Prishtinë, kanë qenë një delegacion, edhe kryetari i fshatit Dem Kaludra para një vite ka thonë se fshati Gremnik ka qenë prioritet për këtë vit, domethënë viti 2024, shkoi në vitin 2024 dhe s'ka kur fare prioriteti. Kjo është arsyeja që kam bërë ankesë. Ju falenderoj televizionin 10 i cili është rrezikshëm jashtë. Arsyeja është se sa herë që dal me kerr, thon bie teli këtu në altë dhe më shkatron dom me kerr me krejt. Domethënë kjo është arsyeja. Disa shtyllat janë prej viteve 70 kur janë gjitë, që 70 vjet kanë mbetur pa ndërtuar. Kjo është arsyeja. Jemi një ndër fshatrat që i kemi dikon paraferësisht 30 biznese, firma që i paguajnë tatim shtetit, edhe kemi mbet mëshirën e Zotit. Nuk po di çfarë më thon, kemi mbet mëshirën e Zotit. Domethënë që në vit i kanë gjetur shtyllat, kanë mbet pa lidh. Kjo është arsyeja. Edhe për këtë arsye. A keni qenë në Kec apo në ndorjen? Kemi qenë në Kec, kam qenë para një muaj ditë në Klin, te zotni Ismet Krasniqi, i cili është profesor i rrjetit nivel Klinës, i kam thonë ç'është puna këtu në shtylla, thotë zotni kur ne pyesim për fshatin Gremnik, thonë fshati Gremnik lënë neve se na dim çka bëjmë vet. Edhe kjo është arsyeja, unë falenderoj kanalin 10 i cili ka gjetur kohë me ardh dhe me po gjendjen faktike të fshatit, sidomos rrjetet elektrik që është shumë i nevojshme me investu. Shumë i nevojshme. Arsyeja tjetër është që 2 javë kam qenë te kryetari të Zenoni Lezi, i cili kam premtuar që kam shti ndryshimin e fshatit muajin prill. Arsyeja e mos është që muaji prill erdhi rrjeti është pa lidhje në shtylla. Domethënë duhet më vonu prap, më shku deri muaj tjetër dhe me mbet fshati pa ndryshim. Domethënë vetëm fshat mund Klinës jemi pa ndryshim shkak i shtylla. Kryetari thotë unë s'kam për detyrë, është profesia tjetër që përfaqëson rrjetin elektrik dhe kjo pasutohet. Domethënë nuk është në dorën e kryetarit. Që i ndër fatrafën, shkojnë në të shohim, është mirim. Është mirim, domethënë që 100 vite që është ndërtuar trafa para luftës, domethënë pas luftës botërore me 300 shtëpi çat trafe kemi. Kam premtuar 2023-ën do të keni prioritet, do të ngjesim 2 trafa të reja, as një trafë të re, as një të vjetër, që kanë mbet me të vjetër. Kjo është arsyeja. Edhe unë nuk di ku shkojmë anë kutja të s'po di as vetë çka bëj. Po Arben, në rast se ke ndonjë pyetje? Kur po thoni, ju kanë thënë na e leni se ne e dim vetë çfarë bëjmë, në ç'kuptim na e leni vetë Gremën se ne e dim. Kush ta ka thënë përfaqësuesi Kecit aty në region? Vetë Krasniqi, i cili është përfaqësuesi i shpërndarjes rrjetit në Klinë, kam thonë kështu është puna, i kanë gjetur shtyllat e betonit, nuk i kanë rrirë rrjetin. Thot kur vesëm na atje në qendrën kryesore thonë Gremnikin lëna neve. Unë nuk e di ku arsyeja, nuk e di shkakun.
pa që ditë në edhe vetë. Përfaqësuesi i Kecit në nivel regioni po të thotë që Prishtina po i thot apo? Prishtina po i thot lena neve Prishtina ose peja, nuk e di kur është kryesor për nuk e di cila është kryesore, veç këto është arsyeja. Për Prishtina. Do të thonë e thirr. Unë kam djalin punëtor të arsimit, sa ndalet rryma, e falenderoj që e thirr Prishtinën, e Prishtina intervenon klin edhe brenda një ore ose gjysore e zgjidhin defektin. Do të thonë falenderoj shumë që Prishtina nuk është ças jo mirë njerëz ndaj neve, po tjetër kush nuk e di. Kjo është arsyeja. Mirë, do të thotë sipas kësaj që po e kuptojnë, Në faktike të rrjetet elektrike në fshatin Gremnik, i cili nuk është mos thëm as i mirë as i mjaftueshëm. me sa po kuptojnë, do të thotë problemi është janë vendosur shtyllat, por nuk po bartën telat apo? Po, shtyllat janë vendos tash e një vit, por nuk po bartën telat nga shtyllat e drujt në ato të betonit. Po gjë që kjo po e pamundson edhe intervenimin e komunës për me bë fshatin me ndriçim publik. Mirë, ndërkohë pasoja tjera keni, ka tension tullet të energjisë elektrike apo? Tension tullt e energjisë elektrike, keni? Tension tull, po me siguri ka, po, tensioni ullët është mas nxitë si të kablet që kanë gjitë kryesore, s'kan pas rrym asas për me natën me pas e lema për pajisje elektrike për ku ta dionë, po mbas i kanë shti që to rrjeti që kanë shti është pak më fort. Do të thonë është jo stabile, po është për momentin e mirë. Qartë, mirë, faleminderit shumë, ne me le pak me pamje nga kjo